16 persona të ndarë në 4 automjete me targa të Serbisë u arrestuan javën që lan pas nga autoritetet e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sfesla tha se 4 persona janë ndaluar në Gjakov, ndërsa 12 në qytetin e Prizrenit, kurse nga të arrestuarit 4 prej tyre janë oficer aktiv të shërbimeve të sigurisë në Serbi. Dyshohet se këto grupe kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve përcaqe të mundshme, pas janë gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me antar të grupit terrorist të Banjskës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e quajti këtë aksion terror ndaj serbëve, pasi si sta ata kishin shkuar për t'i vizituar manastiret përreth Prizrenit. Zamislite, neka od tih lica su i pripadnici bezbednosnih struktura, a onda su im našli, kaže, nož i neku polomljenu sekiru i to vam pokazuje kakav će teror nad Srbima da se nastavlja, jer je važno samo da bude nad Srbima. I razume se, svi iz sveta će da ćute i neće reč reći. Për ngjarjen reagoi edhe Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit. Ata pranuan se 12 persona në Prizren e kishin kaluar natën në pjesën e mysafirëve të seminarit, por se nuk ka njohuri për secilin vizitor që hyn tek ato objekte fetare. Natyrisht, kisha nuk mund të ketë njohuri të detajuar për secilin vizitor, pasi të gjithë ata që hynë në Kosovë nga Serbia e bëjnë këtë përmes pikave të kalimit të rregulluar administrativisht nën kontrollin e policisë së Kosovës dhe në përputhje me ligjet ekzistuese, të cilat e garantojnë të drejten për lëvizje të lirë dhe pjesëmarrje fetare. Tek të arrestuarit u gjetën fotografi me hartën e Republikës së Kosovës, fotografi të vrarëve gjatë sulmit në Banjsk vite më parë, 2 thyka, 1 sepat dhe 1 dritë rotative, ndërsa kjo ngjarje alarmoi në fundjavë dhe Këshillin e Sigurisë së Kosovës, i cili tha se Serbia është duke ndërhyrë në mënyrë për të sabotuar themelimin e institucioneve të reja dhe e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. Prokuroria e Gjakovës bëri të ditur se ndaj 4 personave është shqiptuar mas paraburgimi prej 30 ditësh për shkak të dyshimit të bazuar për armëmbajtje pa leje.